si figurë politike, pamje të cilat sjellin një mesazh politik në këto momente, apo është thjesht kortezi dhe respekti një përvjetori që është goxha shumë i rëndësishëm për shqiptarët e Kosovës në përgjithësi. Gash. Po është veç nuk kisha qujtë kortezi, kisha qujtë një mirënjohje dhe një kthim në normalitet edhe në ato që duhet të jetë, e që është që epopeja e Dugaxhinit dhe kontributi i jo vetëm familjes Haradinaj në shërimin e vendit, duhet prodhoj kësi fotografi, dhe vetëm kësi fotografi. Tani, në kuptimin që parlamentari si batës institucionit, jo si emën i përveçëm nga një lëvizje politike, por edhe presidentja si batës... Ja ku e kemi këtë duar shtrëngimi. Po, janë të obliguara jo vetëm në aspektin moral, po dhe në aspektin shtetnor, ta bëjnë një vizit të tillë. Nuk e kisha qujtë kurtoazi, e kisha qujtë më shumë mirënjohje edhe përkujtim i sakrificës e kontributit të atyne dëshmorëve dhe herojve të vendit. Në të kaluarën e ka bërë edhe Kurti. E ka bërë Kurti edhe kur ka qenë kryeministër, edhe Haradinaj kur ishte natyrisht në këtë fundit opozitar. Pastaj u ashpërsua, u acarua gjua, Kurti nuk shkoi sot. A do të ishte ndoshta e udhës që edhe Kurti të shkonte atje dhe ta bënte atë kapërcimin e madh teksa po i shohim pamjet e zonës Osmani, presidentës Osmani. Po dhe jo. Për po dhe jo, sepse zoti Konjufca është kryeparlamentar, por gjithashtu është nënkryetar dhe figura e dytë. Sa është më kryeparlamentar, gash se tash kuvendi nuk ekziston. Kuvendi se ekziston më, tamam. Nënkryetari vetëvendosjes. Ish thuj. Edhe, po, ish kryeparlamentar dhe nënkryetari vetëvendosjes. Dhe si i tillë i bie që është njeri më i afërt i liderit të asoj partie Albin Kurtit. Kryesia kuvendit është në detyrë deri të konstituohet kuvendi i ri. Kështu që në një farë mënyrë zotri... Po kryeparlamentar, ndoshta është kryesia, po kryeparlamentar... Po prosë është kryetari i kuvendit, pra gjithë kryesia është detyrë deri sa të konstituohet kuvendi. Ajo çfarë nuk mund lidhet poshtë Gash edhe Partina është Konjufca e ka luajtur rolin unifikues vazhdimisht. Është e vërtet, ka qenë më tolerant, ka qenë më bashkëpunuese, po më dhe në te zoti te baba i ish presidenti Taqi, edhe kjo në vetvete të regon që zoti Konjufca mos ta quaj pelun kushtimisht, por është pastori këtu. Tash mund të ketë edhe interpretimet të ndryshme dhe po të kuptime, po çka shofu në këtu, shof që zoti Kurti s'ka mund ta tekaloj emërtimin e pa vend, pa takt, edhe të pa vërtet, të pa qenë shumë të ultë, të zotit Haradinaj në relacion që ose dojmë ta politizojnë në relacion me atë që Kurti është njeri Serbisë dhe njeri Rusisë, edhe si i tillë në konak të shlirimtarve dhe të dëshmorve s'ki vend i bie. Kështu politikisht ta shikojmë, por unë prapë e shoh përtej fotografisë partijake. Se shkruajti në Facebook Kurti po. Po, përtej shkruajti edhe ishte një ta themi kështu një gjysmë jo kërkim falje, po një gjysëm humbje apo zbutje e animoziteteve që kanë këta dy lider politik për shkak kryesisht për fajin edhe deklaratave shumë të ashpra edhe të këqija të zotit Haradinaj. Që mos ta harrojmë edhe zonin Osmani. Presidentin Osmani, po. Presidentin Osmani që shkoi sot. Osmani nuk e ka patur një përplasje shumë të madhe me Haradinën direkt. Ka patur momente të ndryshme, por ka ditur edhe Haradinaj ta vlerësoj pozicionimin e zonës Osmani në disa raste. Siç është çështja e aleancës me Amerikën. Zoti Haradinaj që është e vërteta, Ramush Haradinaj, kryetari i Aleancës për Admiralinë Kosovës, ish kryeministri, në shumë situata ka ditë të tregoj ato që mund quhet arsyeja shtetnore, rizodietat, edhe një kapërcim të situatave partijake. Tash, a është ka e përcjell këto tani? Mbetet për mu po sot nuk besoj në këtë epopejën e Dugaxhinit, edhe në kontributin edhe të vetë zotit Haradinaj në luftë dhe në shërimin e vendit, është dashur të dilet jashtë petkut partijak, këtë rast e zotit Kurti. Edhe pse e bëri postimin në Facebook, mendoj që është dashur ta bëj një vepër
për te kësaj të shkoj të nderoj Kurti. po, të shkoj të nderoj në Logjan. Ramush Haradinën si lider ushtarak, si shtrimtar të vendit, jo si kundërshtar politik, pa morë parasysh fjalorin e pa vend, të pa vërtet edhe shumë tult të zotit Haradina në relacion politik me zotin Kurti. Madhështia zatë në me fol, edhe me ka përcy ato. Zbutja animozitetit politik, zoti Matoshi, kortezi, vetëm thjeshtu institucionale, një ngjarje